S'mund t'ja bojmë qefin e njerëzve e t'ju hymë në hatër e në qef njerëzve duke qenë syqel të vedi shumë se me këtë thonje, me këtë qef që po abojnë atë tjerëve e fitojna hidhrimin e të madhit Allah dhe si rrjedhoj dënimin e ti nëse jo në këtë dynja gjithsesi në ahiret. E çka fitova kallëzam, çka më kryen punë disa aplauza, e lavdata, e komplimente, e shkrime, e reagime, se filani modernizuar, se filani është me ne, se filani ka ndryshuar. Ja, Maria, o ju njerë. Ai që e nje Zotin e ti nuk e ndryshon fejnë e ti për hatët njerëz. Em yekulun iftara. Apo ndoshta thonë ata se ky Muhamedi e shpifi, e trilloj, e tha për mendjes dhe qaj u tek, që shmujti, e pastaj tha, o ju njerëz, këto e në fjallë Zotit. Pra, Zotit nuk ka thanë, as nuk ka zbrit ajete, nuk ka zbrit Koran, as nuk e ka përzgjete për pejgamber, por kjo për trillan. Akuzë e rand, sa të dush e rand edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sepse me mundu njeriu, që shtemi ne në gjuhën tonë me mishë në shpirë, me bo mirë dikuj, e mira, e tana të mirave, është një me odhëzu dikënd, me qitë në rrugë të drejtë, tarikën më stëkim, e aj më quhe e me të botë të akuzën më të randë. Kjo shumë e randë është. Por kështu e kanë bo pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E Allahu po i thot robit të ti pejgamberit, thuju ti atyne. Nuk pëllen pejgamberi më përgjigjë, por thuju ti atyne, përgjigjo, thuaju se vijan. Kull, in iftarejtuhu, fela temlikune li min Allahi shay'a. Nëse unë i bëj ftiri, trilloj, shpifi, pastaj ja atriboj Zotit tem, e them se kjo është për Zotit. Dijeni se Allahu ka me më dënu, e jo nuk mund të më mbroni nga dënimi Allahut. Andaj, ka logjik që unë për hatër me juve, për hatër me juve në qef, po trilloj diçka kundër Zotit tem, kur e aj me dënon në më shkatran, e me fitu dënimin e ti, e jo s'moni më mbrojt pas taj bëj dënimi ti, që ka fitova? Ka logjik e punë? Zbahet e punë. Në fakt, kështu do t'jetë kë parim edhe tek ne. Ani pse kë pa thot, alayhi salatu wassalam, ju s'mund të më mbrojnë nëse me dënon Allahu, e mrana këti komentit, dënon Allahu. Po që se shpifi, Allahu më dënon, më barrafsh me tokë, më shkatërat. A mbroni ju? Jo. Çka fitoj une? Nëse o bëj ju e qefin dhe fitoj hidhërimin e Zotit dhe së rezultat ndëshkimin dënimin e Zotit. Kështu duhet të jetë edhe tek ne o musliman. S'mund t'ja bojmë qefin e njerëzve e t'ju hymë në hatër e në qef njerëzve duke qenë syqel të vedi shumë se me këtë thonje, me këtë qef që po abojnë atë tjerëve e fitojna hidhrimin e të madhit Allah dhe si rrjedhoj dënimin e ti nëse jo në këtë dynja gjithsesi në ahiret. E çka fitova kallëzam, çka më kryen punë disa aplauza, e lavdata, e komplimente, e shkrime, e reagime, se filani modernizuar, se filani është me ne, se filani ka ndryshuar. Ja, Maria, o ju njerëz. Ai që e nje Zotin e ti nuk e ndryshon fejnë e ti për hatët njerëz. Ja, mara, po rajnë në kundër Zotit tem, apo në raport me Zotin tem, respektivisht po shpifi, e që i bije pja ndryshoj fejnë Zotit, për me fitu knatësinë e njerëzve, zbohat kjo punë, e nëse të kap frige, paniku, zgëzon, mbëlle, me qels edhe hedhe qelsin deti, dhe thuj më nuk flas, deri të takoj Zotin tem. S'flas as bardha zi pra hec flas, por dzezë zbardh nuk e them. Kufrit islam nuk mundesh me i thamë, haramit halal nuk mundesh me i thamë,